Republikanët miratojnë projekt buxhetin pas debateve të gjata gjatë të gjithë natës së mbrëmshme. Republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve kanë qëndruar zgjuar gjithë natën për të miratuar paketën e tyre të lehtësirave tatimore për më shumë se $1 trilion me kryetarin Mike Johnson, që sfidoi skeptikët dhe unifikoi radhët e tij për të detyruar miratimin e projektligjit prioritar të presidentit Trump të njëjtën. Me lëshimet minutës së fundit dhe paremrimet të ashpra nga Trump, republikanët që nuk e pranuan e lanë kryesisht kundërshtimin e tyre për të shpëtuar One Big Beautiful Project, që qëndron në agjendën e republikanëve. Dhoma e Përfaqësuesve nisi debatin para mesnatës deri në lindje të diellit. Votimi u shpall 215-214 me demokratët që ishin kategorikisht kundër. Më pas ai shkon në Senat. Thënë thjesht, ky projekt ligj i rikthen amerikanët tek fitoria, tha Johnson pak para votimit. Rezultati mbyll një kohë intensive për Capitol Hill me një ditë negociatash private dhe seancash publike dëgjimore të komisioneve, shumë prej cilave ndodhen njëra pas tjetrës. 24 orë në ditë republikanët këmbgulën se paketa e tyre e gjerë për 1000 faqe ishte ajo që votuesit të dërguan në Kongres dhe Trump në shtëpinë e bardhë që duhej arritur. Ata besojnë se do të jetë karburant të raketash, siç e tha dikush gjatë debatit për ekonominë e trazuar të Shtetet Bashkuara. Vetë Trump kërkoi veprim duke vizituar republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve në takimin e konferencës së martës, duke pritur udhëheqësit të Partisë Republikane dhe ata që nuk mbështesin për një seancë të gjatë mërkurën në shtëpinë e bardhë. Para votimit, administrata paremëroi me një deklaratë të ashpër se mosmiratimi i këtij projektligji do të ishte tradhti përfundimtare. Në qendër të paketës është angazhimi i Partisë Republikane për të zgjeruar me $4.5 trilion lehtësira tatimore që krijuan gjatë mandatit të parë të Trumpit në vitin 17, ndërsa shtojnë të tjera të cilët ai bëri fushat, jashtë fushatës, duke përfshirë mospagimin e taksave nga bakshishet, pagesën për orët shtesë, interesin e kredisë së makinës e të tjera. Për të kompensuar disa nga të ardhurat e humbura tatimore, republikanët u përgjigjëruan ndryshime në Medicaid dhe në programin e kuponave ushqimor, kryesisht duke imponuar kërkesa pune për më shumë prej atyre që marrin përfitime. Ekziston gjithashtu një heqje masive e lehtësirave tatimore për energjinë e gjelbër nga ati i reduktimit të inflacionit të epokës së Bidenit. Përveç kësaj, paketa përfshin dhe $350 miliardë shpenzime të reja, ku 150 miliardë shkojnë për Pentagonin, përfshirë mburojnë e re mbrojtëse, kupola e artë e presidentit dhe pjesën tjetër për agjendën e Trumpit për deportim masiv dhe sigurinë kufitare.